ti je kryeministri i Shqipërisë. Dhe ne kemi besim tek qeveria dhe tek pushteti, tek shteti, tek të gjithë drejtuesit. Por ama në qytetin e Burrelit, unë jam pensioniste me 140.000 lekë, që kam punu 33 vjetë në post telekomunikacion. Jam qytetare e Qanë, e Burrelit, e Vjetër, bashkë me gjithë prindrit e mi. Shef kam të më dëgjosh deri në fund se jam nana juaj, kam shef të më dëgjosh. Dhe... Unë po të dëgjoj, që do të qërëm kom, qërëm dhe në kom, po unë po të dëgjoj. Jo, dëgjom me vëmendje. Tani, ne, tu në qytetin e Burrelit, gjithë këtë pasuri që kemi ne, minjera, krome, dru, gjithë shka, edhe qyteti i Burrelit është më i varfëri në të gjithë zonat e veriut. Kromi jonë shko në Tiranë, shko në Turqi, shko në Kinë, gjithandej dhe rrugët tona janë shtrema e shema. Prandaj unë flasë si nan e vjetër, si pensioniste jam të shku këtë 80 vjeqat. Kam punu thash dhe i herë 33 vit. Pra ne mu me vjen shumë kesh për qytetin e Burrelit, sepse ka qenë qyteti më i miri në të gjithë zonën e veriut. Qytet lulesh, qytet mollësh, me të vërtet, këtu mirë punojnë edhe këto si janë të zgjedhur, jo kretari bashkisë, s'ka qarbose, këshu e kanë gjetë, njëni e gjema dobet, njëni e gjema mirë. Prandaj dhe diçka kam. Ne, qyteti i Burrelit, dritat i kemi vetë, ujtë i kemi vetë. Në hidrocentrali i Burrelit mu më ka zonë 300 dëlim tokë në Ullës, Karl Marxi dhe Frederik Engelsi. Nërsa ti mu më zoti kryeministër, unë kam 2014 ndo drita pa pagua, ti thu do të fusë në burg. Mirë, dakor, e mora vesh. Jo, dakor. Një minut, unë nuk do të loj, do të flasë deri në fund, se i kam dhe një 2-3 pitë. Ti të flasësh, po do flasën e tjere, po dakor. Atë pronën atje, mos ma ka dhënë kusha si 10 darkë. Edhe unë kam dëshirë që ti paguja ato drita, por unë kam pas fatkeqësia. Edhe më kanë ngellë më brapa metur. Pra si jam e zoja ti paguaj kur 2014. Çdo driti kam pagu dhe uj, ato su një paguj. Hiku kjo. Kam një lokal vogël me 4 tavolina. Keve lokal, tëndin? Po, që e kam hapë për vete, as kam zënë tokë, as kam zënë tretuar. E kam zënë për vete me punu me ishtu pensionit. Qatë paguj unë aty të takset ati me kudiu? Po pse ma hapë myllë? Po qatë ha? E pra, do me thonë që për këtë punë e ke bëj lokalin, apo jo? Hiku dhe kishë hapë qatë dumë. Po këtë të zamësit si marrin shkollën. Unë e kam vajzë dhe djallit psikologe, ka 2 vjetë që rrinë në shpi. Ska ku puno? Ku të punoje? Se këto marrin njëni merë halën, njëni merë tezën, njëni merë gajën. Qarë. S'kemi ka të qëjmë, në kanë me të kalamaj të shpi. Pra ndaj, unë ka që kam, unë e di që ju keni shumë punë, edhe ti pëse po ulonë me punu, as njën së le me punu, në me pas me ne boj punë të sot. Së të le kush me bo. Se së të le shoku jotë që ke atje, në Tiranë, tu lefë si qenë. Kush është e? Mirë, tashti unë s'kam njoftë të përpara se pas një shaka ti sot do ishe deputete në parlament, po nuk t'kam njoftë përpara. Siguroj do ishe deputete sot, 100%. Po s'kam njoftë përpara, ky është faji partisë që nuk na prezanton me oratorët e vërtet komunitetit. Ti ngrite disa probleme që janë shumë... Faktikisht ti ngrite gjithë problemet e Shqipërisë. E para herë mos ki merak se në burg njeri nuk futet pse nuk pagun drita. Prit. Këtë lloj teorie e ka nxjerr Kazani, edhe paskera mren dhe ti që qeke shumë e zgjut, po këtu e paske hongre dhe ti, sepse nuk është futur kur njeri në burg pse nuk pagun drita. Kur? Në burg kanë shkuar ata që i vjedhin dritat, janë 2 gjëra të ndryshme. Do me thënë që e lidhin telin me shtyllën atje, edhe marrin korrentin në qeft vetë.
gjë që ti shpresoj nuk e bën. Asnjëherë. Prandaj rri e qetë nga kjo anë se liria nuk të kërcënohet. E dyta, përsa i përket asaj që the që ne kemi kromin e ne kemi pyet e ne kemi këto, është e njëjta gjë që vlen për Shqipërinë. Ne jemi vendi i dytë më i pasur me ujë në Europë mbas Norvegjisë, i dyti. Dhe jemi vetmi vend në Europë që problemin kryesor ka ujin. Në vend ta kishim burimin kryesor të pasurisë, e kemi problemin kryesor. Hallet tona me ujin, ne kur duam të pim hap rubinetin, kollitet çezma dhe nuk nxjerr ujë. Ne duam të vadisim dhe s'kemi ujë. Kur na vjen me shumicë, na përmbyt. Pse? Kjo s'ka të bëjë me çana ka dhënë Zoti apo natyra, kjo ka të bëjë me çka kemi bënë e vetes çerek shekulli. Izraeli s'ka një pikë ujë. Zero. Si duket atë ditë kur ka nda burimet ujore, gjithë ujin e Izraelit Zoti e ka udhëtu dhe ata e ka lënë pa i pikë ujë. Ata kanë ujësjellsin më të mirë në botë. Ata ujë 24 orë nuk diskutohet. Po ata kanë një nga bujqësitë më të zhvilluara në botë. S'kan ujë fare. E marrin nga deti, ja heqin kripën, e bëjnë të pishëm, e bëjnë ujë vaditës dhe e shesin. Përveç se zgjidhen. Ne sot rrim diskutojmë akoma, a duhet pagu ujë, a s'duhet pagu ujë. Dhe ti e pagun, jam i sigurt. Të gjithë pensionistët paguajnë dhe dritat, paguajnë dhe ujin. Të gjithë ata që vjedhin dritat dhe vjedhin ujin thonë që populli s'ka buk, ata xhepat plot. Se kështu shkon kjo punë. Ndërkohë që për sa i përket atyre që janë pensionistë, unë nuk e di se ti që ke pak e çuditshme edhe s'ke lek me pagu dritat dhe ke lokal, në mund ti që ke historinë vete. Po ka që 4 tavolina, po ka njerëz që s'kan karrike me ul vet. Kështu që ti që ke person shumë interesant, ne të bashkë të takojmë mas mbledhjes, se unë kam nevojë që të rrinë kontakt me ty. E kam seriozisht. Por gjëja që ne na duhet bëjmë është që edhe për pjesën e kromit është e njëjta gjë. Nuk është çështja se ne e kemi rritur prodhimin e kromit. Problemi jon kush ka qenë? Që ne nga kromi kemi marrë 20 e kusur vite minimumin. E minimumit, sepse ne kromin e kemi marrë nga mali edhe e kemi shit matan. Material i papërpunum. Edhe e kemi shit për i copë buk. Ndërkohë që tani që kemi filluar përpunimin këtu, sigurisht që shumë më tepër do rriten edhe të ardhurat, po kjo rritja nuk vjen sa hape mbyll syt. Kjo do kohën e vet. Dhe duke ndërtuar rrugën e Arbërit tani, ne do ta lidhim shumë më shpejt. Ju donin 90 kilometra të shkonin në Tiranë, por nuk janë 90 kilometra, se ka 90 kilometra në Gjermani, 90 kilometra në Shqipëri, 90 kilometra në Shqipëri janë si ato me lektereja, janë 900. Se nisesh sot edhe nuk e dihet kur më rrin, ja do nisemi ne bashkë kur t'ikim tani dhe kur t'arrim. Kurse nga rruga e Arbërit, duke bërë dhe lidhjen e Uravashës dhe përmirësimin e këtij segmentit me Klosin, do bëhet 50 kilometra. Pra, do jetë rrugë shumë më e shkurtër, shumë nuk diskutohet për nga kushtet dhe shumë më e shpejt, dhe faktikisht gjithë zona e Dibrës dhe e Matit do bëhet pjesë e Tiranës. Kjo po t'ishte bë kjo 25 vjet përpara, sot do flisim ndryshe, po nuk u bë. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për pyet. Ne kemi pasuri të madhe. Po deri më sot, jo që nuk i kemi marrë në një të mirë si shoqëri, po përkundazi, çka kemi shkatruar. Kështu që është patjetër që llogaria i kërkohet qeverisë. Por kjo është një llogari shumë e vjetër, cilën ne do mundohemi ta shlyejm sa më shpejt, por nuk mund ta shlyejm sa hapen mbyll syt. Dhe për sa i përket rastit tënd konkret tani të energjisë, prap është një rast tipik që njeriu mund të vujë me vite dhe nuk e gjen dot. Tani ti vet nuk e di se a ke as ke, por shumë kollaj mund gjesh
një më të ri, një vajzë, një djalë, një nip, një imbes, po patë në një të vogël fare, ata janë më të shpejtët në internet. Bëje këtë kërkesë dhe ne do ta shikojmë dhe brenda 10 ditësh do ta shohim, sepse nëse ti hyn në kategorinë e pensionistëve për cilët ne japim një pjesë të çmimit të faturës energjisë, kjo punë mund të zgjidhet. Pra mund të jetë një çështje që vjen jo sepse ne nuk e bëjmë, por sepse në rastin konkret zëri jot s'ka shku dot aty ku duhet. Kështu me këtë çështje unë do merrem vetë konkretisht, se më hapet gjithë këto tema. Lene gjithë tjetër përveç atij që lef, kishe në gjithë tjetër se ati s'kemi që atë komentojmë. Mirë, rëndësi ka që ne dy jemi në një linjë, qend let lejnë, karvani shkoj përpara, aty jemi dakord apo arrafsh. Prit një sekond, se e kam marrë një gocë brava, tani ti ndajmë, se ju një gru folje e 5 folje, më mirë se 10 burra, tani të gjojmë, je pak asaj vajzës. Përshëndetje, unë quhem Jonida Basha, kam mbaruar shkollën për parashkollor edukatore, e cila zyra arsimore matë më ka emëruar si edukatore në Kopshtin Dom. Aty njëkohësisht jemi 2 veta, unë nga zyra arsimore dhe tjetra e ka emëruar Bashkia Klos. Ajo nuk është me arsimin e duhur, u bë 1 muaj që jam aty dhe nuk jam paguar. E dim për këtë problem nuk e nevojë të shkruash te platforma, se këtë problem e kemi shumë të qartë të gjitha bashkitë, pa përjashtim, majtas, djathtas, në këtë pikë janë mrapsh. Që të gjitha. Rregulli është që duhet marrin edukatorët nga portali. Siç edhe ti në rastin konkret që ke fitu. Edhe portali na kam bërë dhe para kam bërë. E kam të qartë pra. Ta thash se si që edhe ti që ke bërë dhe portalin. Kryetarët e bashkive nuk e zbatojnë të rregull. Ky është fakt. Dhe prandaj me Ministrin e Arsimit ne po bëjmë ndryshimin e ligjit dhe portali do bëhet me ligj. Dhe do jetë pa mundur për kryetarët e bashkive që t'i shmangin, sepse është skandaloze ajo që bëjnë kryetarët e bashkive me edukatorët. Është skandaloze. Është skandaloze që edukatore me shkollë, edukatore që marrin pikët e dura në testim, nuk futen dot në punë dhe mbahen aty si edukatore, ato që tha nona atje, hallat, tezet, kunatat, motrat e kunatave e kështu me radhë. Kjo është skandaloze. Nuk kemi mundur dot ta disiplinojmë. Po ju them, jo me kryetarë bashkie të djathtë, po as me të majtët. Në këtë pikë janë të 2 palët mbrapsh. Kjo është e vërteta. Fatkeqësisht ti e vuan personalisht, shumë të tjera gra në gjithë Shqipërinë e vuajnë këtë gjë, sepse nuk u jepet ajo që ju takon. Atëherë çfarë mund të bëjmë ne? Do ta bëjmë me ligj dhe kjo punë do marrë fund. Siç edhe për mësuesit, do ta forcojmë portalin dhe nuk do ketë më asnjë lloj kompetence drejtori apo drejtoria e drejtorisë arsimore që të emërojë mësues, që të bëj kontratat përkohshme siç i do qefi, gjithçka do bëhet si në mënyrë elektronike. Dhe pastaj çdo njeri ka vendin që i takon. Siç bëm me studentët në universitet. Që sot në universitet në Shqipëri ndodh ajo që nuk mund të imagjinoj vetëm 3 vite përpara. Se je vajza e një çobani në Kalat Dodës apo se je djali i një ministri, kjo s'ka pikë rëndësie. Po qese vajza e çobanit merr më shumë pikë, do hyj ajo përpara, pastaj do hyj djali i ministrit, sepse është e gjitha elektronike dhe se ndryshon dot njëri. Deri dje vajza e çobanit mund ngelej prap me dhi dhe mund të fushë jo djali i ministrit, po bashkë me djalin e tezës, me gocën e xhajës, me shoqen e partisë, me shokun e shtëpisë, të lagjes e kështu me radhë. Kjo u bë. Tani këtë gjë do bëjmë dhe për mësuesit dhe për edukatorët do bëjmë me ligj, kështu që shpresoj që në fillim të vitit tjetër kjo gjë do zgjidhet. Unë e di që ti do ta zgjidhim sot, po sot nuk e zgjidhim dot. Edhe po ta përsëris, jo se është kryetari i bashkisë tu i PD-s, po se të gjithë kryetarët e bashkive në këtë pikë janë mbrapsh. Përshëndetje,